Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jemi këtu pranë Kurfuzit, në Sarand, në tokat dhe viset trojët shqiptare, për fat keq të coptuara. Kjo pjesë e jona Çame. Jemi në ditën e dytë të Fitr Bajramit, pasi përfunduam me agjerimin e muajit bekuar të Ramazanit, i cili iku shumë shpejt, pikërisht ashtu si kur Allahu e ka cilësu këtë muaj në Kur'anin famlart ditë të numruara. Ajo çfarë mund të reflektojmë nga ky fakt është se ashtu sikur muaji i bekuar i Ramazanit i ka ditët e numruara dhe kaloi shpejt, ashtu të gjithi kemi në jetën tonë ditët e numruara dhe kështu na ik jeta, kalon jeta shpejt. Prandaj le të mundohemi që të kapitalizojmë jetën tonë duke e shndruar mundësinë që Allahu na dha të jetojmë në këtë botë. Veprat e mira t'jenë shoqëruesi ynë më i miri, i cili do të na shoqëron gjatë tërë jetës tonë, të fisnikrojmë shpirtin tonë, të kemi një vazhdimsi në veprat e mira dhe në shpirt të bardhësi, nga se kjo është ajo në fund e cila do të na paguhet, do të na nevojitet dhe do të na bëjë të jemi faqebardh në këtë botë, por gjithsesi ajo çfarë është më e rëndësishmja edhe në botën tjetër. Qofshim të pranuar e të falur nga Zoti ynë fuqi plot. Allahu na shtoft udhëzimin në rrugën e tij të drejtë, e na shtoft për kushtimin e zellin drejt punëve të mira.